në historinë e Shqipërisë, pavarësisht lëkundjet, lëvizjet, fatkeqësitë ose fitoret një tjetër, asnjëherë nuk ka thënë që unë jam musliman, unë jam ortodoks, ose unë jam net. Me gjithë ndikimin e fuqishëm të grekëve në jug, edhe latinëve në veri. Ai ka thënë gjithë jam shqiptar, edhe toleranca ka qenë njëri me tjetrin njerëz. Vetëm shqiptarët musliman me ortodoksës musliman janë bë vëllezër gjaku. Tradita që kanë pas. Probatin që i thonë ato. Dhe nuk kanë pa, unë kam qenë vetë dëshmitar i vogël që në Ramazan thërriteshin ata ortodokse të Tirana. Për Bajram, të parët që vishin për vizita tek muslimanët ishin ortodoksit të Tiranës, ose e kundërta, vezë të kuqe, ortodoksit i bishin tek muslimanët. Në për iftare, vazhdimisht, kishte pjesëtarëve. Pra, toleranca fetare ka qenë. Nuk ka thënë kurrej, nuk e përshpirasu rastet veçanta, atjeti që i bite nga ma tepër nga ignoranca, nuk ka thënë kurrë ky, hykë mërti.